Dëgjues dashur, tashmë jemi rikthyer sërish pas hitit të ditës siç paralajmërova edhe në pjesën e parë, apo ndryshën e hyrje të këtij edicioni do kemi një mysafir të ftuar special, një djalë i lindur në Krusht të Madhe në Rahovec, i cili fillimisht e bëri një karrierë ndryshe, nisi hapat e parë të karrierës tek skuadra e Lirisë, më pas ai vijoi rrugtimin e tij në Kroaci tek skuadra e Hajdukut të Splitit, ku ndimistë madhe bëri dhe ish futbollisti i minjohur Robert Xhera, që ai të jetë pjesë e kësaj skuadre. Me pas ai mori një rrugë tjetër duke rikthyer sërish në futbollin kosovar, por tek ekipi senior i skuadrës së Prishtinës, ku edhe është shpallur kampion. Me qeras me përfundimin e huazimit, ai shkoi fillimisht sërish tek ish skuadra e tij kroate Hajduku i Splitit. Pas asaj, ai u rikthye sërish por tek një skuadër tjetër, tek skuadra e Ballkanit, ku për 3 vite radhazi dominoi në futbollin kosovar, duke shpallur 3 herë kampion me këtë ekip. Dhe pikërisht nga kjo rrugë e nisi një rrugë tjetër, një rrugë në garat evropiane tek ekipi i CSKA Sofjes, e për kë bëhet fjalë pak a shumë po e kuptoni edhe ju. Ai është ylli kombëtares së Kosovës, tashmë i ftuar në kombëtarët e Kosovës plot disa herë, bëhet fjalë për futbollistin Lumbar Dëllova. Përshëndetje Lumbar dhe mirë se vjen në Radio Dugagjini. Përshëndetje për gjithë juve, faleminderit shumë për ftesën. Bëra diçka gabim në pjesën e biografisë apo ishte gjithçka në rregull? Jo, gjithçka ishte pik për pik, ashtu siç e the. Ke marrë ftesë nga kombëtari i Kosovës edhe një herë tjetër, pritesh të jesh pjesë e Kosovës në ndeshje shumë të rëndësishme me Slovakinë, e cila zhvillohet me 26 mars. Po, normalisht si unë edhe çdo lojtar tjetër besoj në botë që është i lumtur kur merr ftesën prej kombëtarës, shtetit tyre, kështu që edhe unë me nxit po e pres ndeshjen. Jemi çunat besoj gati gjithë, më gati se gjitha ndeshjet e kaluara që i kemi pas besoj, kështu që është një motiv shumë i madh dhe shpresoj që t'ja dalim bar. Po du më ndalë pak të ndeshja me Slovakinë. E njeni pak a shumë si kundërshtar kështu, por nuk është se një përballë ndoherë me ta. Realisht çka mendon në këtë përballje, duke ditë që do të luani si mysafir dhe duhet ta dim që pak a shumë mbështetja e tifozëve më shumë do të jetë në anën e tyre për shkak që kanë terrenin vendas. Po, pak a shumë me njohim si kundërshtar, nuk është që kemi lu kundër tyne, siç e the edhe ti, por do mundohemi të analizojmë kismet me trajnerin Foda, siç e ka thonë edhe ai, jemi 50-50. Ndeshja do jetë një ndeshje shumë e fortë, besoj do jetë luftë, kështu që nuk na mbetet tjetër veç shkojmë atje për fitore, duke marrë parasysh që normalisht ata janë vendas, po edhe ne çdo ku që kemi luajt jashtë Kosovës jemi ndjes si vendas, sepse Dardanet nuk na lën asnjëherë vetëm. Marë parasysh raportimet e fundit thuhet se ka atje pak a shumë prishje për brenda shkaku i kushteve financiare që ndodh tek Federata e Slovakisë, borxheve të papaguara e shumë ngjarje të tjera që kanë zhvilluar, pavarësisht që këto janë vetëm raportime nga media slovake, të cilat po transmetohen edhe në mediat tona, por realisht duke marrë parasysh këtë farë lloj krize që po flitet që është shfaqet ta, edhe mungesa e disa prej lojtarëve, sidomos edhe mbrojtësit Milan Skriniar, sa i jep avantazh Kosovës apo ndryshe sa jep avantazh Juve sipas teje? Po, normalisht një lojtar si Skriniar që është me përvojën e tij, që ka luajtur super ekipe, që vazhdon të luajë ende, besoj që do ishte një mungesë e madhe për ata, edhe një plus besoj i mirë për neve, por ne si ekip duhet të shkojmë atje pa marrë parasysh që është Skriniar apo kush është atje, nuk duhet të shikojmë këto gjëra, vetëm të shkojmë me vullnetin ton, me motivin ton, me lojën ton që e bëjmë dhe të marrim ato 3 pikë që i kemi atje. Lumbar beson, tjetër. a beson te kualifikimi? Patjetër që po gjithmonë. E përmende, është terren i vështirë, ka tifoz, por padyshim që do kemi edhe mbështetjen e tifozëve dardan. Çka mendon që po besoj që ekipar si e zhvillojnë futbollin ekipi kombëtar slovak, ku mendon që do të ketë mund të arrijmë ta bëjmë diferencën ndaj tyre? Po nuk është që e kam përcjell në ndeshje shumë tyne, për tash kur të ikim te grumbullimi aty që e kemi,
do të analizojmë me trajnerin, me lojtarët, do të shohim pikat e forta, pikat e dobta të tyre, edhe normalisht që duhet ta sulmojmë aty ku i kanë pikat më të dobta dhe të forcohemi të mbrojmë ato ku i kanë më të forta. Edhe të kemi kujdes sepse është një ndeshje dhe duhet të jetë fokusi 100%. Franco Foda, për ty Dëllov, si është në raport me ty dhe si trajner, çka mundesh një koment rreth tij? Normalisht, që e di më gjithë tash, Franco Foda është trajner më i suksesshëm te Kosova. Ka bën një punë të jashtëzakonshme, është një trajner shumë i mirë, një trajner komunikues, si me lojtar të ri ashtu edhe me të vjetër, si trajner po ashtu edhe si njeri është shumë i mirë, edhe siç po shihen rezultatet siç e thash, për mua është një trajner me vlerë të madhe. Edhe nuk na mbetet asgjë tjetër t'ja shpërblim atë punë që e ka bërë deri sot edhe të arrim kualifikimin. Normal që në pyetjen tonë kem kualifikimin gjithmonë në mendje. Nëse marrim që gjasa nuk shkojnë mirë për Kosovën, a do të ishte, a do të llogaritet sukses kjo marrja deri në fazën play-off? Po besoj që po, duke marrë parasysh që jemi edhe një shtet i ri në FIFA, në UEFA të pranon, kështu që nuk është një gjë e keqe kjo, por normal që si çdo lojtar që e ka ëndër botrorin, edhe ne do mundohemi që ta bëjmë maksimumin, por ta shohim si do shkojnë punët, por jemi të fokusuar maksimalisht edhe besojmë 100% që gjonat do të shkojnë edhe duhet të shkojnë mirë. Është interesante që shkak e dihet që do të na mungoj kapiteni Amir Ramani, por realisht ka shku mirë edhe me Albionin, po ashtu Fidan Alitin, po ashtu edhe Krishnik Hajrizin, i cili ka qenë edhe grumbullimin e ka në fakt 2 grumbullime me parë pjesë e kombëtare, se keni pasur një farë lloj tandemit mirë, pavarësisht ndrrimeve që keni pasur, po keni shkuar mirë. Realisht me cilin shkon më për shtati para kësaj sfide. Edhe pse nuk dihet ende se kush do të jetë në formacionin startues. Po normal një mungesë si e kapitenit Ramani, normal që është një mungesë e madhe, por e kemi pasur që çdo lojtar besoj që paraqitet në fush, e jep më të mirën, përshtatet me formacionin, përshtatet me ekipin, me taktikat e trajnerit edhe unë personalisht nuk është që e kam një tandem favorit apo diçka me gjithë ata që kam lujt, kena tregu besoj një performancë të mirë, shumë, jena kombinu shumë me njëri tjetrin edhe tash besoj që do ja dalim ban, patjetër. Sepse nuk është që ka diçka dikush ma ekstra apo diçka tjetër, kur jemi aty jemi gjithë njësoj edhe gjithë duhet jemi bashkë. E di që Dëllov, ty çdo pozicion me të vu e lun atë pozicion, se ke problem fare, e ke bolla shumë më herët, ke lujt qendërbrojtës, në fakt është ajo pozita jote natyrale, ke lujt mes fushor defanziv, ke lujt mes fushor krahu. Madje ke pasur shumë herë që e ke provu veten edhe në pjesën e fazës ofanzive, gjë që shumë herë ka dalë me sukses, po ashtu edhe goditjet. Me çka do me na befasu kundër Slovakisë në Bullgari ka herë po i shënon të golla ekstra, kështu. Po do zoti edhe aty me një gol sikur Bullgari që edhe është prej gjysmës fushës. Jo, bëj shaka se seriozisht çdo gol pa marrë parasysh edhe në vit golit me qenë vetëm me shti topin gol, është një ndjenjë seriozisht, është një ndjenjë e veçantë kur jap gol për Kosovën, kështu që ajo punë e gol apo pa marrë parasysh kush do të jetë edhe për tjerë me dhënë vetëm kualifikimi është gjëja më e rëndësishme. Gjëja më e rëndësishme, gjëja kryesore, po. Patjetër. Dëllova, po du me të pyet edhe në lidhje me tifozët Ardan, raporti yt me ta si është? Super mirë. Jam shumë i kënaqur, ne bëjmë një performancë jashtëzakonisht mirë jashtë fushës, kështu që për neve është siç e thashë më herët, sikur në shtëpi tonë kudo që luajmë jashtë, ndihem sikur në shtëpi. Seriozisht po. E përmendë pak a shumë kjo brenda fushës pra mbështetjen në cilki, por realisht kur ki performanca të mira, pavarësisht edhe përmendesh shumë nëpër media, a ke kontakt kështu me tifozët Ardan? Nuk është që kam diçka
Ose të shkruajnë me nëpërmjet rrjeteve sociale apo diçka normalisht që të shkruajnë, të përkrajnë, t'japin motiv patjetër që po sikur me njerë pas lojës aty që na përshëndesin gjithë dhe gjona, po shkruajnë në rrjete sociale, ndodh që të shkruajnë, ta urojnë fitoren, gjona, presin për teje çdo herë më shumë, edhe na mundohemi që çdo herë më shpërbly ata. Unë du më shfrytëzu edhe mundësi tjetër që më të pyet në lidhje me çka po ndodh me Delloven se raportimet e mediave të shumta po flitet për një largim, edhe pse ende je pjesë e CSKA-s edhe deri në fund nuk është apo çka mund të më na thonë rreth këtyre zhvillimeve. Po Dellova është alo lojtari i CSKA-s. Kam kontratë edhe 1 vit me këta, kështu që e jam është që në fushë të jap maksimumin, jemi të prit, por nuk e kam diçka që normal që kam E keme ngut gjithë qysh mu largu nga aty, jo. Po. Po normal që kam dëshirë edhe une, që pse jo me konë pjesë e liga më të mira të Evropës, kështu që jam në pritje, po ta shohm, më shumë nuk di çka them. Deri tash atë ka ardhur oferta kështu zyrtare për një skuadre? Ka pas disa oferta, ka edhe disa bisedime, po mbetet shihet më mirë. Mbetet shihet çka pritet të vije në gjatë kohës, ndoshta edhe gjatë pas përfundimit të kampionatit. Po, për ato po thon mbetet shihet, ta shohim tash përfundon sezoni, kem loj hala në Bullgari, kem loj me Kosovën, kështu që le të jetë fokusi vetëm këtu një herë. Pastaj për transferin do jemi në kontakt, do shohim, do bëjmë edhe Cili është pak a shumë objektivi yt me CSKA në këtë edicion? Po normal si një ekip si CSKA Sofia, ekipi më i madh në Bullgari, objektivi është çdo vit që dalin kampion, të fitojnë kupa, çdo gjë që është e mundshme këtu të fitojmë, por në këtë edicion objektivi më kryesor është kupa e Bullgarisë që ta fitojmë sepse jemi në gjysmë finale, e kemi një lojë të vështirë me Ludogoretsin, domethënë. Edhe por jemi besojmë që do bëjmë diçka të madhe këtë vit, sepse duhet, e meriton një ekip si CSKA-ja. E përmendes që raportin me tifozët artan e kemi në mënyrë më të mirë, po me të CSKA-s a ja keni me imsu edhe ata shqip me fol? Po, seriozisht, beso që tash nuk e di apo me translate apo me diçka, po ka shumë tifoz që më shënojnë pas çdo loje ose para çdo loje shqip më shënojnë aty, më japin vullnet, më çojnë gjona në shqip, më çojnë shqiponin apo diçka tjetër, edhe seriozisht beso që kam raporte shumë të mira edhe me këta, çdo herë mundohen që të na japin si mu po ashtu edhe lojtarëve të tjerë mbështetje para çdo loje, sidomos kur kemi lojën derbi me Levskin, janë nuk e di, janë tifoz shumë të flokët dhe Cili është mesazhi më i mirë që ke marrë ose që të ka habitur, qoftë përmes rrjeteve sociale ose qoftë edhe në stadium kur ke qenë me ndonjë baner ose diçka të tillë? Po ka ndodhur që e kanë bërë Shqiponien, ajo më thonë që ka qenë diçka e veçantë për mua, edhe më kanë shkruajtur ajde Shqipe apo diçka. Ka shumë gjona seriozisht, janë tifoz tepër të flokët dhe mundohen që me dhon shpirtin si në tribun ashtu edhe lojtarëve, atë energji që kanë ata mundohen edhe lojtarëve m'ia dhon. Pra, kështu që janë të veçantë. Ma e bukur që ke nismi me imsu ata me full shqip. Po patjetër pavarësisht që nuk është se njohin Kosovën si shtet, por që ke vendos duhet. A kopi tifozëve kosovarë që vinë me të këshyr nga afër? Po, kam disa shok këtu për Kosovë, për Shqipëri që janë edhe vinë çdo ndeshje që kam Sofia, vinë për krajin aty më shikojnë, vinë me flamura dhe gjona. Kështu që kam për kraj edhe për tyne. Po komunikimin me litar, me bashkëlitar, si e ki në gjuhën angleze apo edhe si shkon raporti me ta realisht? Seriozisht ka një trajner i tash bullgar, e ka bën një grup, një frymë shumë të mirë, domethënë jemi shumë mirë me njëri tjetrin. Domethënë për gjuhën me këta lojtarë që janë të huaj, anglisht normal, po me këta bullgarisht, se unë e kuptoj, e di gjuhën kogja shumë, e kam mësu, edhe vetëm bullgarisht me trajnerin e me lojtar bullgar, domethënë që e di gjuhën, bullgarisht me të huajt. Brenda çfarë periudhe ke mësuar gjuhën?
5-6 muaj besoj ashtu. Për 5-6 muaj ke mësuar bullgarishtin. 100% jo, po komunikoj marrë vesh mirë shumë. Çata pas Se është edhe në Kroaci që kam luajtur 3 vjet, është pak e përngjashme, ndin ka do fjalë koxha dhe më ka ndihmuar shumë edhe ajo. Ai ke habit ata brenda e stafit. Për bes po se domethënë jam i vetmi lojtar që i huaj domethënë këtu që komunikoj bullgarisht me këta din. Edhe janë djetë dyqysh seriozisht interesant se kanë thonë është gjuhë pak e zorshme, domethënë më mësua është pak e tallavitne, po i kam thonë s'ka problem, besoj që gjuhë që mësohet është edhe kjo edhe seriozisht kam qef çdo ekip, çdo shtet kudo që shkoj kam qef me e ditë çdo gjuhë, edhe mundona maksimumin me dhënë kur shkoj me një ekip aty diku që më u përshtat sa më shumë me vendin. Edhe një pyetje të fundit, çka të mungon nga vendyet atje? Ka shumë gjona që mungojnë, po mas shumë ti po them normal, pa marrë parasysh to familja, shoqënia, gjona këto s'diskutohet, po edhe ushqimi, besoj që ushqimi i Kosovës nuk ka ushqimi gjonat. Pa flis ka. Mungojnë sepse s'ka, pa flis s'ka. Nuk është se unë e kam ofër domethënë për këtu Kosovën, siç e dim. Udhtoj koxha shpesh kur kam pushim për shembull 2-3 ditë, jam në Kosovë, por sa në kryesor domethënë janë këto ushqimi, besoj sepse nuk e kanë ushqimin si në Kosovë që jena mësuar atje me tonat mirat. Dellova, faleminderit shumë që gjete kohë me qenë pjesë e pasditës sportive. Unë të uroj një javë të mbarë me ekipin kombëtar të Kosovës, edhe të arrish ta bësh historinë, edhe të shohim në botrorin e Amerikës që do të mbahet. Shumë faleminderit për juve, për përkrajen e për gjitha. I përshëndes gjithë ata që na ndjekin, ata që janë në Kosovë, ata që janë në Slovaki, ata që janë shtetet e Evropës. Faleminderit shumë gjithëve dhe bashkë me juve besoj që do ja dalim. Shpresojmë, edhe urojmë që Kosova të kualifikohet në botror.